25 vjeç, kam punuar në Greqi për 12 vjet, jam rikthyer për punuar në vendin tim si fermer. Unë kam investuar në bemtari, edhe fati e deshi që të kandidoj për lëvizje bashkë në qarkun e Dibrës. Po përmend vetëm disa nga ngjarjet që po na rënojnë më shumë në qarkun e Dibrës. Për 10 ditën e fundit, di vetë humbën jetën në minerat e Bulqizës. Nuk e di akoma, viktima e ditë akoma nuk ka dalë nga rënojat që është shkaktuar. Dhe nuk e di ma keq s'ka më shkojt, në një qarë ka të bashkër, flamurët e PS-s dhe PD-s Valvitën gjithandej e kanë harru fare katastrofën që pëndodhë vërtet. Unë do prekin në një fushë tjetër bujqësisë, që e kanë lënë masdore krejt, as një program, as një mbështetje. Si puna ime këtë vit e dashti i fati që të prishëm pemë, edhe në Korçë, edhe në zonën e Dibrës. As një investim nga shteti na vjen në dorë pak. Kemi bërë 2-3 ditë grevë, protest, as një gjë. Unë shpresoj për më të mirën, shpresoj për tren, inshallah ta ndryshojmë, zihen të vitur në tren, në poshtë